bashkë kam kënaqësinë të kem një ndër emrat më të njohur të eksplorimit në Shqipëri, të alpinizmit, të fotografimit, të guidave. Një njeri të apasionuar pas maleve. Fation Plaku, do të shtoja edhe një mik i aventurave malore, mirë se vjen në një grush librash. Faleminderit për ftesën. Për të folur për një album jashtëzakonisht të veçantë. Do ta quaja një projekt jete, Homeland. E nise si një gjë të thjeshtë për të sjellë pamje të bukura të udhëtimeve të tua në Shqipëri, dhe ja ku jemi tek Homeland 3, malet e Shqipërisë. 120 male të bukura të vendit tonë. Po. Si fillim filloi me eksplorime nëpër Shqipëri dhe pastaj njerëzit edhe nuk besonin domethënë për bukurinë që unë i flisja. Dhe pastaj mendova domethënë që këtë gjë ta dokumentoj. Dhe duke fillova të marr një aparat fotografik, atëherë kanë qenë ato me film, bardhëzi, domethënë fotot prap nuk e kishin atë cilësinë siç kanë tani për shembull, që përdorim aparatet e fundit apo me dronë domethënë që japin një pamje fantastike. Dhe pastaj mendova për ëndrrën time që të gjitha këto t'i botoj në një album fotografik. Dhe fillova me Homeland 2-shin, 1-shin, 2-shin dhe tani erdhi Homeland 3-shi që mendova ta bëj vetëm me malet e Shqipërisë. Dhe aty kam rreth më shumë se 120 maja malesh, domethënë. Kaq shumë. Kaq shumë, prap kemi akoma më shumë, ndoshta vitin tjetër mund t'i bëj një update duke shtuar edhe 100 të tjera, nuk i di domethënë, sepse për shembull kam gjetur edhe disa maja të tjera, por që nuk kam foto aq të mira, aq të bukura. Nuk ke foton e duhur, atë që ty ta ka kapur syri. Po, atë domethënë, sepse për atë foto ne shkojmë e ringjisim disa herë për ta kapur atë të duhur. Po duke pas disa foto të vjetra nuk isha fort i bindur dhe kështu që ndoshta mund t'i bëj një update një përditësim më vonë. Fation, nga Everesti në Elbrus, në Kilimanjaro, në Aconcagua, e sa maja të tjera. Megjithatë, malet shqiptare kanë magjinë e tyre dhe ti e ke nisur, ose më saktë, ke zgjedhur një foto përfaqësuese atë të Alpeve shqiptare. Po, është një super foto. Kur kam shkuar, isha me këta dy miqtë e mi nga Valbona, nga Tropoja, dhe kur ishim atje, domethënë, dhe ata të dy dhe unë kishim dalë kështu disa herë në për maja malesh, po atë ditë ishte një pamje magjishme. Të tre po thonim si ka mundësi që t'jetë kjo pamje kaq e magjishme, domethënë, sepse ne kemi dalë kështu disa herë, por këtë pamje, domethënë, ndoshta edhe ajo pamje erdhi mbas një gjitje super të vështirë, pasi rrezikuam shumë, pasi e gjithë pjesa në lugun e duke u ngjidhur ishte gjitha akull. Domethënë, dhe kemi kapur ca pamje fantastike, sa thash, këto janë pamën më të bukura që kam kapur për kopertinën e albumit. Besoj, sepse kisha për të bërë dhe disa ngjitje të tjera, po besoj se kësaj pamje nuk doja marrë. Dhe është e vërtetë që kësaj pamje edhe Jezerca e të tjera, domethënë që Jezerca le të themi është mbretëresha e Alpeve, po prap në Jezercë nuk e kap dot këtë lloj pamje që kam kapur nga maja e grykave të hapta. Dhe pastaj ke zgjedhur që si foto hapse të albumit të vësh në Mërçkën. Po. Ne në Mërçkën e kemi ngjitur bashk në 2017, 2017 nuk gaboj, dhe aty kam, dhe unë do t'i, teksa flasim tani, do të shfaqen në ekran edhe pamjet spektakolare që ke realizuar, fotografit që i kam nga dora jote të ati udhëtimi kaq të bukur. Kemi male të larta, por ndoshta është hera e parë që dokumentohen në këtë formë kaq të plot, sepse përveç pamjes vizive, ti bashkë me disa miq të tu që të kanë ndihmuar, ke vendosur edhe shpjegimet për këto maja shqiptare. Dhe ndoshta është hera e parë që i kemi kaq të plota. Është vërtet, mua më kanë ndihmuar për realizimin e albumit 3 profesorë të nderuar, siç është Perikli Qiriazi, Florian Fusha dhe Adriatik Balla, që kur ja prezantova si projekt, ata e pranuan me shumë kënaqësi, pasi dhe me Perikliun, profesor doktor Perikliun, kam bërë dhe 2 albume të tjera, e pranuan me kënaqësi dhe Fation tha, është hera e parë, tha, ku ne tha do shohim majet e maleve, tha, sepse ne dikur tha kemi tentuar, sepse në këtë fushën e gjeografisë, sepse janë gjeograf, Perikli është një nga gjeografët më të mirë që kemi pasur, dhe nuk i kemi pasur këto, tha, dhe tani tha, kjo tha bëhet për herë të parë dhe është kënaqësi e veçantë për ne, tha, të punojmë tha për redaktimin
e këtij albumit të çdo maje mali që ke përfaqësuar këtu në album. Sa vite pritje, sa vite udhime, vite punë, mbi 20 sa orë pritje për të bërë shkrepjen e duhur. Është shumë e vërtet, mbi 20 ca vite, domethënë disa mund të kujtojnë se thjesht kanë gjithu këtë mali dhe ka shkrepur këtë foto, po unë dhe ti dhe të gjitha ata që dalin në përmale e dim se sa orë të tëra duhen për të ngjitur majën dhe për ta shkrepur atë foto. Dhe nëse je me fat, se nëse nuk je me fat të ka mbuluar ret dhe mjegulla, ti nuk e shanse të bësh atë foto, kështu që duhet të kthehesh, e duhet të rikthehesh përsëri e disa herë të tjera për të kapur atë foton e dur që ne pretendojmë dhe ta bëjmë pjesë të projektit të albumit. Dhe me qënë se ra fjala tek fati, për shembull unë kam qenë deri në kampin bazë të Everestit dhe kishte pothuajse gjatë gjithë atij udhimi 11 ditor deri në kampin bazë, nuk kishte asnjë ditë me pamje të qartë që të shihej Everesti plot i bukur, ashtu siç e shohim në foto të ndryshme në rrjetet sociale. Ndërsa ti ke pasur fatin e ke parë nga 8826 metra lartësi. Ishte një projekt i jonit, të ngjisim 7 majët e 7 kontinenteve me shoqatën Dajti Alpino Turistik. Arritëm të ngjisim 4 majat e 4 kontinenteve, Everestin, që është maja më lartë e Azisë. Dhe jeni shndërruar në një farë krenarie kombëtare sepse jeni të parët. Për ne domethënë ishim patjetër që ishte hera e parë që shqiptarët ngjisin majën më të lartë të botës, po kishim dhe 100 vjetorin e pavarësisë dhe për ne ishte një domethënë si ta them, ishte një ëndër e madhe për ne që të realizonim për 100 vjetorin e pavarësisë dhe ja dolëm që ta ngjisim të 6 në majën më të lartë të botës, arritëm të ngjisim dhe majën më të lartë të Amerikës Latine, Aconcaguan, 6962 metra, majën më të lartë të Europës, që është Elbrusi në Rusi, dhe majën më të lartë të Afrikës, Kilimanjaro, 5895 metra. Fation, ka një foto që ty të ka kushtuar shumë te ky album? Patjetër, është foto e coverit. Pra foto që përvajson edhe që prezanton albumin. Po, si që ta thash dhe pak e preka pak në fillim që rrezikuam shumë te kjo lloj ngjitje, dhe sepse gjithë ngjitja ishte në aku dhe fatmirësisht diskutuam të tre që kthimin mos ta bëjmë prapë këtë, se kthimi është akoma më vështirë, po ta bëjmë 300 metra pak më ndej është një gryk tjetër që aty është dhe një kavo rreth 15 metra, që ato ndihmon që ti të zbrezësh pak më i sigurt. Dhe kur dalim në kthim, mbasi ngjisim majën, marrën gjithë ato foto e bukura e kështu dhe dalim aty e shohim ne që ajo kishte një pjerësi kështu. Kavën nuk u dukte fare, nuk kishte shanse të shikoje kavën që ti të zbrisje, po fati jon ishte që bora nuk ishte sigur 300 metra pak më këtej, por ishte e butë, nuk ishte e ngrirë siç ishte kjo këtu, po ishte e butë. Dhe fatmirësisht ne u zhystim si me kthetra dhe me kazë dhe me shkopi dhe bëm një zbritje të sigurt, domethënë, për në Valbon. Ishim me fat. Aty ndoshta na ndihmoi Zoti, se që nga kjo ngjitje unë më desh të zëmësoja kthetrat, kazmën, kokoren dhe kpucët, pasi asnjë nga këto nuk ishte e përshtatshme për këtë lloj ngjitje. Kështu që më desh të zëvendësoja të katra këto. Në albumet e tua bën një lloj miksimi të peizazheve të mrekullueshme të natyrës, por edhe me historinë që kanë këto male, natyrisht edhe me domosdoshmërinë që ne t'i mbrojmë ato. Kur them t'i mbrojmë, kam fjalën nga njerëzit e pandërgjeshëm, sepse shpesh herë shkojmë nëpër male, shkojmë në zona turistike malore dhe i gjejmë të përmbytura nga plerat. Dhe kjo është keqardhja më e madhe e atyre që merren me pasionin e të çmendur të maleve dhe të natyrës. Është shumë e vërtetë kjo gjë, domethënë, unë sa herë kur shkoj në gjithë Shqipërinë, jo vetëm nëpër map, por në gjithë Shqipërinë që bëj dhe guida, mundohem që grupin tim ta aktivizoj duke marrë dhe 2-3 qese plerë që sa herë që zbresim gjatë zbritjes nga mali ose në vende turistike siç janë bukuri natyrore, ndonjë ujvar apo një tjetër, mbledhim të gjithë plerat që kanë hedhur të tjerë, domethënë duke bërë dhe një farë sensibilizimi si me banorët vendas, por që këto më shumë janë turistët që i hedhin, domethënë, dhe mundohemi sado, domethënë, pak me ndihmën tonë të sensibilizojmë banorët që
kjo është një natyrë që na ka falur Zoti, jemi me fat që kemi një natyrë kaq të bukur dhe këtë duhet ta mbrojmë me çdo kusht. Fation, puna jote me aparatin fotografik, por natyrisht këto i ndan shpeshherë edhe në rrjetet sociale, madje prej vitesh tani më, me video shumë të bukura, me foto të tjera shumë të bukura, të cilat nuk janë natyrisht në këtë album, por video ndoshta ndër më të rënditëset që ke publikuar ishte ajo e pak javëve më parë, shkatrimi i kanionit të Erzenit. Ishte një klith, do thoja e jotja, por me cilën u bashkuam të gjithë ne që e duam natyrën për shkatrimin e një pasurie natyrore në mënyrë të tillë barbare. Dhe jo vetëm Erzeni, po edhe ura e Brarit, edhe shumë pasuri të tjera natyrore në anën banë Shqipërisë. Kjo është shumë e vërtetë, më ka ardhur aq keq për kanionin e Erzenit, pasi unë jam lindur dhe rritur në Tiranë, dhe Tirana ka dy destinacione më të bukura për të shkuar dhe për të larë gjatë verës që është 20. Ka qenë kanioni i Brarit dhe kanioni i Erzenit. Fatkeqësisht kanionin e Brarit, kur bë rruga Arbrit, firma ndërtuese i hodhi të gjithë inertet brenda në kanion dhe kanioni u varros përfundimisht. E njëjta gjë po ndodh dhe me kanionin e Erzenit. Firma ndërtuese që ka marrë një projekt, ndoshta besoj mund të jetë hidrocentral, fatdromat që kanë hapur një kanal ekzistues të kohës së komunizmit, domethënë, të gjithë inertet po i hidhin në kanion. Edhe kjo domethënë është një thirrje për institucionet përkatëse që të marrin masa, domethënë, nëse ata nuk kanë shkuar akoma deri në fund të kanionit, të ndalohet puna dhe të merren masat nga firma që po bën këtë gjë, domethënë, të pastrohet i gjithë kanioni dhe pastaj Pas videos tënde sensibilizuese, pati ndonjë lëvizje? Po, ka pasur lëvizje, firma nuk punon më për momentin, e ka ndaluar punën. Kam dëgjuar që po bëjmë përpjekje, domethënë se si të marrin masat për të pastruar kanionin, inertet që kanë hedhur brenda në kanion. Të shpresojmë që diçka ndoshta do të rregullohet. Të shpresojmë sepse është i vetmi vend natyror, bukuri natyrore që ka ngelur Tiranës për të shkuar dhe për t'u larë në uret e freskëta të Erzenit. Për t'u rikthyer sërish albumit, me syrin tënd ke parë atë që pjesa më e madhe e shqiptarëve as nuk e din fare që ekzistojnë. Pra këto maja të bukura nga veriu në jug. Ne flasim gjithmonë për Alpet e Shqipërisë, por edhe jugu ka shumë maja të bukura. Është shumë e vërtetë që fatkeqësisht shqiptarët nuk e njohin fare vendin e tyre, mos themi pastaj për majat e maleve që ndoshta mund të kenë dëgjuar vetëm majat kryesore, siç janë për shembull nëse përmendin jugun janë vargmajet e famshme, Shëndëllili, Xheri, Bureto apo Trebeshin. Kemi dhe Akrokeraunët, Po, Akrokeraunët. Domethënë, por vitet e fundit fatmirësisht, çdo vite sa vjen, po shtohet numri i personave që po dalin në natyrë, ndoshta kanë filluar për një foto, të bëjmë një foto te kjo ujvara, apo te ky kanioni, apo te kjo, dhe te kjo majë male, dhe si ka filluar të bëhet trend kjo gjë, po dhe me ndihmën e të gjithë ne duke postuar foto dhe videot më të bukura të vendeve më të bukura natyrore që ka Shqipëria, kemi bërë një farë sensibilizimi që dhe shqiptarët mos rrinë më nëpër kafene, po ato ditë pushimi që kanë t'i dalin të shfrytëzojnë duke soditur natyrën e bukur që na ka falur Zoti. Për ata që nuk e dinë, në fakti për të bërë këto foto, për t'ju përkushtuar pasionit të madh që janë malet edhe ky turizmi malor, guida turistike, ti bëre një zgjedhje të vështirë në një moment të caktuar të jetës tënde. Ti kishe një punë të mirë, një punë nga ato që konsiderohen të sigurta, punojnë ambasadën amerikane dhe befas në një moment vendose të lësh gjithçka dhe ti përkushtohesh këtij pasioni. Është shumë e vërtetë, për mua ishte një zgjedhje shumë e vështirë, sepse aty kisha të siguruar çdo gjë. Isha shumë mirë tek ajo puna, kisha më shumë se 20 vite punë, domethënë, edhe të gjithë u habitën me këtë zgjedhjen time. Si la ambasadën amerikane, Fationi. Ne mund ta disa të tjerë e lenin, por që merrnim green cardën dhe ikin në Amerikë. Po ndërkohë unë isha i vetmi që po e leja dhe po qëndroja këtu në Shqipëri. Pa e marrë green cardën. Pa e marrë green cardën, edhe
Kështu thash, mendova që të përkushtohem pasionit tim. Edhe thash sikur më pak lek, po do jem më i lumtur të punoj me pasionin tim. Dhe pasionin tim e ktheva në punë dhe nuk ka gjë më të bukur. Ka qenë një nga momentet më të bukura të jetës time që ma ka ndryshuar si nata me ditën, ky vendim që kam marrë. Dhe që vazhdon akoma, nuk kam për të harruar ditën e parë të mbylljes së Shqipërisë nga koronavirusi, të gjitha rrugët ishin me ushtar, me policë që nuk lejonin qarkullimin, vetëm 3 të çmendur gjisnin malin e Dajtit. Po. Unë dhe Miriam Huta duke u ngjitur dhe Fation Plaku që kishte kaluar një natë në Dajt dhe po zbriste. Duke fjetur me çadër. Po, duke fjetur me çadër, se her pas here, sidomos ku erdhi periudha e Covidit, unë shkoja rria në malin e Dajtit dhe 2 net, një natë, domethënë vija pastaj tek këto oraret që dinin njerëz për të furnizuar dhe nuk rria dot i mbyllur në shtëpi, e kisha të pamundur sepse ne që jemi mësuar me natyrën e kemi të pamundur. Dhe pastaj vendosa mbas këtyre aventurave që bëhen në Tiranë, pastaj vendosa që në orën 3 të mëngjesit të dalë dhe të iki të aratisem për në Valbon. Kalova dhe postoblogu nuk më thanë gjë dhe ika në Valbon, në Tropoj dhe në Theth dhe kam ndetur 1 muaj e gjysmë andej në përmale, duke fotografuar, duke eksploruar, duke pastruar në mënyrë vullnetare të gjithë plerat që kishin hedhur turistët bashkë me njerëzit nga Valbona, miqtë e mi nga Valbona dhe nga Thethi, duke bërë punë vullnetare. Dhe më pas kur është hapur, pastaj kam ardhur nga Tropoja, kam ardhur në Tiranë. 1 muaj e gjysmë kam Në një nga intervistat e tua, lexova një histori të çuditshme të rrëmbimit të dronit nga një shqiponj. Pra, një aventurë edhe një lloj tjetër, përveç atyre që kanë të bëjnë me rrezikun e jetës. Po, është e vërtet. Kam qenë në bjeshkët e Tropojës, në liçenin akullnajore të Sulbicës dhe Doberdolit. Isha duke fotografuar sepse po punoja për albumin e dytë dhe ndërkohë kur kisha mbaruar të gjitha fotot e kështu, po ktheja dronin, po lart në 350 metra, domethënë shqiponja musulmon dronin dhe ma hedh droni bjen cop dhe bjen tek liçeni i Sulbicës, fatmirësisht ne e gjejmë, droni shkatruar i thyer se nga 350 metra, po arritëm të marrim kartën e memorjes dhe ato 3 fotot që kisha bërë të liçenit e Sulbicës dhe liçenit e Dashit, arrita t'i postoj në album, po ndërkohë pastaj bleva, më desh të bleja një dron tjetër, se me aparate, shpenzime të pafund. Fation, ky pasion ka edhe një kosto shumë të madhe, por përveç kostos, ka dhe shumë ditë të rrezikshme, ne të kaluara në çadër, orë të tëra pritje, siç e tham, për foton e duhur, zgjime pak dhirë për të shkuar në maj të malit. Pra ka dhe shumë sakrifica përveç se bukuri. Patjetër, domethënë se disa mund të kujtojnë që thjesht ka shkrepur këtë foto, po ajo foto ka shumë sakrifica. Shumë sakrifica, duke u quar edhe në 3 të mëngjesit dhe 2 të mëngjesit, dhe do bësh 5 orë rrugë me makinë për të shkuar në Valbon, që të kapësh atë mëngjesin. Tani për shkakun që është verë, do të çohesh mëngjes herë, domethënë për të bërë këto. Mund të bësh një gjitë edhe për gjatë gjithë natës. Madje unë her pas here kam rrezikuar dhe është ndaluar rreptësisht të dalësh vetëm nëpër male, pasi minimumi duhet të jenë 3 veta dhe nuk ja sugjeroj asnjëriu, domethënë, po në pamundësi sepse të tjerët miqtë e mi ishin në punë, në shkollë, të tjerë ishin të zënë, nuk është se të gjithë kishin kohën që kisha unë, dhe për këtë arsye më desh të dilja her pas here vetëm, dhe që dhe banorët e shpesh të këtyre fshatra e zona u abisnin, si ka mundësi që po del vetëm, nuk e frikë, po tani ç'të bëj, domethënë, kam vendosur vetë një qëllim, do realizoj ëndrrën time dhe do bëj këto 2 albume që kam bërë për Shqipërinë. Dhe ky album, Homeland 3 me majat e Shqipërisë, është fundi një projekti, por tani më ti ke nisur projektin e radhës. Ka marrë udhë ajo që do të quhet Homeland 4 dhe prezantimi i trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Po, edhe këtë kam vite që po punoj, sepse duke shkuar nëpër male, unë rri nëpër fshatra, po duke vizituar fshatrat, unë vizitoj dhe bukuritë natyrore dhe kulturore që kemi. Për shembull, kemi shumë kisha të vjetra që janë një pasuri, domethënë për tu pasur zili. Kemi zonën e Drinës që ka shumë kisha të vjetra që janë akoma të ruajtur.
pikturat brenda në kisha, domethënë janë me të vërtet kështu, edhe e kam nisur prej vitesh këtë, besoj se këtë vit do jem do kem shumë më tepër kohë që të merrem me këtë, sepse deri tani isha fokusuar ke malet dhe mbarova këtë të male, po vitin tjetër shpresoj domethënë të mbaroj dhe trashëgiminë kulturore. Fatjon Plaku, të falenderoj për intervistën dhe të falenderoj për pamjet e mrekullueshme që sjell her pas here edhe në rrjetet sociale, por tashmë të mbledhura në një album për malet e Shqipërisë. Besoj që është një ide shumë e mirë, dhurate jo thjesht për të huajt që nuk e njohin Shqipërinë, por edhe për miqtë tanë brenda vendit që të shohin një copës Shqipëri nga lart, over the top. Aty ku janë të rrallë ata që shkojnë. Shumë vërtet. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi dhe për mua. Faleminderit ty.